rritën malsi, pa një ditë shkollë shqipe, aratis në perëndim, por Zoti kite vunë këtë dashni me nda fjallën e gëzushme me tjertë. Atëherë kom nis me hinë në YouTube në atë kohë që me kërkua për Jezusin, aty gjesha vetëm hoxhallar që thoshin Jezusi musliman. Po unë tash ka arsyeja kom tha, si mundet Jezusi me kje musliman, kur... Kush e thoshte këtë? Krishterimi, shumë hoxhallar, gati të gjithë hoxhallar të thone Jezusi, Isa, a.s. thone o musliman. Unë atër në ka arsyeja kom tha, paj, krishterizmi ka nisën shekullin 1, islami ka nisën shekullin 7, këtu ka nisë, të me tha, kom kërkua një arsye pse. Atër në thoshin të gjithë që lindim musliman, po më nosha kjo s'ka arsye, unë pej kësaj, thoma diçka, që mos me gjyku këta njerëz ma mirë të thevohëm në fejnë islame. Edhe kom fillua me studiu Kuranin, vetëm për nevojat e mija, se kom pa një mendim tjetër, vetëm që me ditë pse mundeni me tha. Aty në Kuran gjej që një vend thot që Muhamedi jo muslimani i parë, në tjetërin thot Musa, në tjetërin Ibrahimi. Por ka arsye nëse Muhamedi thot muslimani i parë, si pas historiet, kjo e vërtet. Unë atër në këtë dashni që e kish për Jezu Krishtin, që ma ndryshoj jetën, më zjeri pej territ, më prunin dritë, më lagzim të malë, unë deshta me shpënda me popullin tem vetëm këta. E kom fillua një kanal në YouTube, DTCD, Dëshmitarët e Krishtit Zot, e kom fillu vetëm me folj për Jezusin, me ba replika për ateista, është me arsyeshme, se që ekziston një inteligencë, një Zot, apo me besua se gjithë ka në kryuan nga argjan. I kom ba këto për një 2 vjetë, po në gjdo video që vesha, që postosha, fuqin, mu i qua islamista, nuk kom qef me i thinë musliman, e më shashin me nan, me bab, me fe, Jezusin, ju alluroni 3 zota, Jezusi ka ke musliman, Biblia thot se folj për Muhamedin, tonat pasakta. Unë joj 2 vjetë kom duru, një dit jam lut, edhe i kom e lektu në fakt, i kom relikve të martirve shqiptar, jam lut me ban një program si replik, e kom tham, po qka po më ljupet kjo pun, unë jam njeri me thmije, me familje, kush po merret me këto, por kur jam lut e kom përjetua një forcë, gjaku i martirve shqiptar që ka tha, dikush duhet me ban. Edhe me ban ndryshe, se ka shumë njerëz që dalin për atë forma, folin për islamin politik, po unë menoj nuk ja gjejnë thelbin ku a problemi. Thone problemi o hoxhallari, problemi është një organizat, unë i kom gjithë të qëtë probleme që i kanë hoxhallarët, e të gjithë probleme që i kanë organizatat e ndryshme, se në fakt burimin e kanë në Kuran e në hadith, e kështu ka fillua iniciativa ime nga fyrjet e sharjet.